Pas më shumë se 30 vitesh, Kosova pritet të ketë sërish fabrikën e saj të prodhimit të municioneve. Fabrika do të ndërtohet pranë Gjakovës në zonën industriale të qytetit. Përmes kësaj nisme strategjike, ushtria e Kosovës do të rrisë sigurinë e vendit dhe zhvillojë edhe më shumë kapacitete mbrojtëse. Ish ushtarak në Kosovë vlerësojnë si të rëndësishme ndërtimin e një fabrike të prodhimit të municioneve, në një kohë kur situata e sigurisë është e brish në Ballkanin Perëndimor, por edhe në përgjithësi në botë. Ndërtimi i kësaj fabrike do të kontribuojë edhe në forcimin e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës. Prodhimi i municioneve nga njohës të fushës shihet si i rëndësishëm në aspektin e sigurisë, ndërsa pritet të kontribuojë edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas zyrtarëve, si fillim prodhimi do të përmbush kërkesën brenda vendit, ndërsa më tej do të eksportohen në vende të tjera, çka do ta bëjë këtë fabrikë edhe më fitimprurse. Një vit më parë, qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshje me prodhuesin turk të industrisë për ndërtimin e fabrikës së municioneve, marrëveshje që do të shërbejë për prodhimin e kalibrave të ndryshëm të municioneve dhe mjeteve të tjera ushtarake sipas standardeve të NATO-s.